do bëj çështë e mundur që endi banesave të mos i ngjajë asaj që ka qenë. Megjithatë kthejmë pak syt mbrapa dhe shikojmë endin e banesave deri në vitin 2007. Ky ishte premtimi i Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha bërë këtë të diel në zonën e ish frigoriferit në Vlorë, zonë e cila pritet të transformohet edhe në drejtim të infrastrukturës në bashkëpunim edhe me Bashkinë e Vlorës. I shoqëruar edhe nga drejtori i përgjithshëm i entit kombëtar të banesave, Besmir Hysa, Ministri Gonxha u takua edhe me banorët. Në këtë territor pritet urbanizimi i zonës me sistemimin e infrastrukturës, ndërtimin e rrugëve, por edhe mjediseve të gjelbëruara e këndeve sportive. Ministri Gonxha theksoi se qeveria shqiptare ka programuar 10 fish më shumë fonde se ato që janë vënë deri më tani për strehmin social, por edhe për urbanizimin e këtyre zonave. Ne kemi marrë gjitha masat që Bashkia Vlorës do bëj pjesën e rehabilitimit të pallatit të përfunduar. Kështu që unë kam folur personalisht me kryetarin e bashkisë. Sistemime, gjelbrim, këndërës, zonë sportive nëse duhet, se nga njëherë të zona sportive kthehen në stres për gjithë banorët, por duhet bërë me kujdes. Nuk e di a ka pallat tjetër këtu se shoh shumë truall. Pra këtu do të ketë një pallat ndoshta tjetër aty. Dhe një pallat tjetër, që i vjen 2 pallate. Që të zgjidhim problemet edhe të njerëzve të tjerë. Dhe gjithë zona. Riparimi i çdo gjëje në garanci, edhe privati ka bën, ne jemi këtu duke folur për endin e banesave, që ju e dini që nuk ka shkëlqyer. Tani ne do mundohemi, kemi një plan të ri për endin e banesave me Besmirin që është drejtori i ri, nga godinat modulare, tek një koncept krejt tjetër i ndërtimit për nevoja sociale. Nuk është vetëm e pallate si këto që shikoni, megjithëse për mua më duken nga jashtë paktën goxha nuk janë keq, por brenda mund të ketë probleme. Ne kemi pas probleme edhe në Kukës, kemi pas probleme në disa qytete me shirat e me gjërat, po i riparojmë edhe do i riparojmë. Strehimi social sot është prioritet numër 1 i qeverisë, se ka të bëjë me fëmijët, pra lindshmërinë, çiftet e reja, vendimin për të bërë një bebe, ndërtjen në Shqipëri, mos emigrimin, krahun e punës, neve jemi keq për punëtor, etj. Ka marrë një rëndësi shumë madhe, nuk e di a na keni dëgjuar atë që kemi thënë. Do të vëmë një fond që është 10 fishi i fondeve që janë vënë deri tani për strehimin social. Kështu që rini qetë edhe urbanizimin këtu do e bëjmë, bashkë me Ermalin. Sot kemi folur prap, unë nuk e kam të verifikuar tani, por do flas me Ermalin sot prap, jam në Vlorë për 2-3 inspektime. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha premtoi edhe investime në 2 pallatet e tjerë të strehimit social të ndërtuar rreth vitit 2007 në territorin e ish frigoriferit. Sipas ministrit, do të bashkëpunohet me Bashkinë e Vlorës për veshjen me sistemin kapot dhe lyrjen e fasadave të këtyre 2 pallateve që po ndiqnin në ekran, por edhe përheqjen e bolierëve nga taracat. Mirë është që të bëjmë një shikim të situatës së rezervuareve lart, se ato me një rezervuar poshtë me pompa të mirë të sistemuar diku ata mund ta zgjidhin. Nëse mund të bëjmë një veshje kapot, nëse mund të bëjmë një ndihmë me bashkinë me fondin gjysmë për gjysmë banorët, gjysmë bashkia, është një program që e bëjmë në Tiranë, nuk e di a e ka Vlora, do pyesim Ermalin. Ta aprovojmë dhe në Vlorë, dhe e bëjmë bashkë, s'mund ta bëjmë vetëm ne. Kështu që do e bëjmë një 50-50 për gjithë kapotat dhe trajtimin e jashtëm, edhe për eficiencën energjetike edhe për. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, enti kombëtar i banesave dhe Bashkia e Vlorës do të bashkëpunojnë për të urbanizuar zonën tek ish frigoriferi, aty ku janë ndërtuar deri më tani 6 pallate për të pastrehët, 4 të banuara dhe 2 të tjerë në fazë ndërtimi. Por ministri Blendi Gonxha premtoi ndërhyrje edhe në fasadat e pallateve të ndërtuara aty disa vite më parë, për vendosjen e sistemit kapot, por edhe përheqjen e bolierëve nga taracat, që janë kthyer në një problem serioz për banorët që jetojnë në këto 2 objekte. Po ashtu, ndërhyrja në këto 2 pallate është mjaft e domosdoshme për shkak të lagështirës së krijuar dhe problemeve që janë shfaqur në apartamentet ku jetojnë këta banorë, të trajtuar disa vite më parë. Ndaj Bashkia e Vlorës, enti kombëtar i banesave dhe Ministria e Ekonomisë duhet ta shikojnë me seriozitet edhe ndërhyrjen në këto 2 objekte, me qëllim që kësaj zone t'i jap një pamje dinjitoze.